seri me gjëra nga Shein, të cilat dua t'u tregoj, edhe këto janë gjëra që më pëlqejnë më shumë. Pse? Sepse janë të gjitha për mua. Si fillim, kam këtë setin, të cilin e kam veshur një 2-3 herë, edhe është, nuk e di, seti më i ngrohtë që kam ndoshta. Shkojnë qik barku këtu, që t'i bim barku tani. Bluza, golf, deve, shumë e trash, shumë e rehatshme, shumë e mirë, shumë e bukur, më kënaqi me tuta. Edhe këto janë goxha të gjera nga fundi, si që kam unë qef. Vazhdoj me një gjë tjetër, që është roz. Shikoni se sa e bukur që është kjo. Përveç se është shumë e ngrohtë edhe e butë, ka këto detaje të luleve, të cilat i ka të punuara, domethënë të qëndisura sipër, se bashku me këto ruazat këtu, shikoni? Edhe ka disa lule të tilla, fantastike. Ka këtë pjesën e jakës, shumë të lezetshme, më pëlqejnë këto jakat kështu. Nga pas është totalisht e thjeshtë. Me zor po pres ta vesh, nuk e di pse më erdhi një ide për ta kombinuar me pantallona të bardha. Ndoshta me çizme, nuk e di, do ta shohim në vazhdim, por shumë e bukur kjo yll. Kjo është një bluzë tjetër, edhe kjo është shumë e bukur, po deri tani roza më pëlqen më shumë. Materialin e kanë pothuajse një lloj, sigurisht ndryshon modeli dhe ngjyra. Edhe kjo i pas ka të qëndisura sipër lulet, në ngjyra të ndryshme, ngjyrat e vjeshtës, edhe ka këtë detajin te jaka dhe tek pjesa këtu të bluz, së bashku me kopsat, siç e shikoni, nga pas e thjesht, duket edhe kjo që të mban val. Një bluzë me këtë jakën, si jakë këmishe, nga thjesht fare, s'pas ka ndonjë gjë të veçantë, do më këtë pëlqyer aty te fotoja webit. Dhe gjëja e fundit, diçka në ngjyrën vishtje, pak më e holl nga kostumi i parë, gjata dhe të gjera nga fundi, bluza që ka edhe kjo golf, edhe ka këtë detajin këtu të hapur, siç e shikoni ka thjesht 2 kopsa te krahët. Këto ishin gjërat që kisha marrë për këtë bashkëpunim nga Shein, dhe si gjithmonë kodit do t'i keni nëpër komente ose te kutija e përshkrimit.